Se vendimet administrative prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kur e kemi nisur këtë punë në Ministrinë e Drejtësisë, kemi pasur para vetës një problem të njohur për shumë qytetarë të Republikës. Shteti vendos, kurse qytetari shpesh detyrohet të pres gjatë për ta kuptuar nëse vendimi i një institucioni është i drejtë apo i lehtëshëm, nëse është i arsyetuar, nëse ka ku ta ankohet dhe nëse ankesa e tij do të merret seriozisht. Në një republikë demokratike, vendimi i administratës nuk mund ta lërë qytetarin pa rrugë, ai duhet të mbështetet në ligj, të arsyetohet qartë dhe të mund të kundërshtohet kur qytetari mendon se i është cënuar një e drejtë. Edhe sot, në një kapacitet tjetër, e shoh këtë gjykatë me një të bindje. Reforma pra nuk matet me momentin kur shkruhet në ligj, por atëherë kur qytetari fillon ta ndjejë në jetën e vet. Dhe sot me hapjen e gjykatës administrative, unë uroj fort që qytetari i Republikës ta ndjejë dorën e shtetit dhe uroj po ashtu që çdo dorë që prek jetën e qytetarit të jetë e kujdesshme, e matur dhe e përgjegjshme. Kjo gjykatë do të jetë e specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikt administrativ dhe kontestet nga marrëdhënia e punës në jurisdiksionin e saj, duke ofruar një mekanizëm të pavarur, profesional dhe efikas të kontrollit gjyqësor në vendimet e organeve administrative. Megjithatë, funksioni efikas i këtij mekanizmi nuk mund të arrihet pa një bashkëpunim të mirëfillt institucional. Organet administrative dhe gjykata administrative nuk duhet të shihen si palë në kundërshtim, por si pjesë e një sistemi të përbashkët që synon garantimin e ligjshmërisë dhe transparencës. Gjykata administrative është gjykata e parë e specializuar në vendin tonë, e cila do ta trajtojë konfliktin administrativ dhe kontestet e punës në sektorin publik. Kjo do thotë se qytetari, zyrtari publik dhe institucioni do ta kenë një adresë të qartë, më profesionale dhe më të specializuar për çështjet që lidhen me administratën publike. Kjo gjykatë nuk po e nis punën nga zero. Ajo po e nis punën me një barë të madhe, me mbi 10.000 lëndë të bartura, gjë që paraqet një sfidë shumë serioze. Por është edhe mundësi për të dëshmuar se një gjykatë specializuar mund sjellë më shumë rend, më shumë shpejtësi dhe më shumë cilësi në drejtësinë administrative. Do t'i trajtoj të gjitha konfliktet administrative, natyrisht përveç atyre që janë në jurisdiksion të gjykatës supreme, dhe të gjitha kontestet e punës ndërmjet individëve dhe organeve publike me jurisdiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Gjykata administrative, sipas ligjit për gjykatën administrative, do të jetë organizuar në 4 departamente të veçanta, siç janë Departamenti Fiskal, Departamenti për kontestet e punës, Departamenti për skemat sociale dhe pensionale të financuara nga shteti, si dhe Departamenti i përgjithshëm. Gjykata sipas organigramit të miratuar nga KGK do të ketë 23 gjyqtarë së bashku me kryetarin e gjykatës. Aktualisht me rastin e funksionalizimit të gjykatës administrative nga dita sotme, 15 gjyqtarë janë transferuar dhe kanë filluar punën në gjykatën administrative, ndërsa pjesa tjetër e gjyqtarëve do ta fillojnë punën nga data 1 korrik 2026.